Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikus të ndëruar miqtë të emisionin Med Plus, më mbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Pranvera për shumë për nesh, është stina e regjenerimit, është stina e gjelbrimit dhe energjisë së re. Por, për një numër gjithnjë në rritje njerëzish, kjo stinë nuk i sjell vetëm këto, por sjell edhe dështima, sytë përlotur dhe vështirësinë frymore. Alergjitë sezonale janë ndër sëmundjet të cilat shkaktojnë probleme më të mëdha në botë dhe të cilat, sipas studimeve, një në 5 persona mund të jetë i përfshirë nga këto sëmundje. Kuptohet në periudhat e caktuar të vitit. Shumë gjëra dihen, por nganjëherë harrojmë se alergjitë sezonale shpesh nuk zgjasen vetëm me ditë, por mund të zgjasen edhe me javë, edhe me muaj, dhe në këtë mënyrë mund të ndikon direkt jo për të mirë në cilësinë e jetës sonë. Por sa i njohim në të vërtetë këto reaksione të organizmit, si mund t'i dallojmë, si mund t'i diagnostikojmë dhe mbi të gjitha, si mund të menaxhojmë në mënyrë efektive këto probleme shëndetësore. Pra sonte do të flasim për alergjitë sezonale dhe e mirëpresim mysafirin ton, doktor Deniz Gorshi, i cili është alergolog dhe imunolog klinik. Mirëmbrëma, doktorët, dhe faleminderit që keni pranuar me qenë mysafir emisionit. Mirëmbrëma dhe ju, faleminderit për ftesën. Doktor, zakonisht mysafirët e mi prezantohen, kisha pas dëshirë një prezantim të shkurtër të juaj para se të fillojmë me pyetjet që kemi përgatitur për këtë emision. Unë jam doktor Deniz Gorshi, jam alergolog dhe imunolog klinik, jam i lindur në Pej, ku kam kryer dhe shkollën fillore, shkollën e mesme, pastaj kam vazhdu studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, ku edhe kam përfundu specializimin nga alergologjia dhe imunologjia klinike. Vazhdoj aty me punë, do të punoj në Prishtinë që 3 vite, ndërkaq këtu në Gjakov, ku keni ardhur sot për vizitë, kam filluar që diku rreth 1 muaj. Doktor, që të mesim borxhe dhe një kuqerve, ne falenderojmë doktor Luan Golën për mundësinë që na ka dhënë që këtë mision të realizojmë në institucionin të cilën ai e menaxhon. Bëhet fjalë për institucionin i cili është i specializuar për diabet, për sëmundjet tjera të gjendave endokrine, si dhe për alergologji dhe imunologji. Bëhet fjalë për edhe herë për një institucion i cili me të vërtetë është një institucion i cili i plotëson kushtet në nivel evropian. Atëherë po vazhdojmë, pra, doktor, për problemet të cilat ne ballafaqohem e që kanë lidhje me alergjitë sezonale. Veç ta përmendim që është një problem shumë i madh, nuk kemi shënime si kurse edhe për gjëra tjera, për prevalencën edhe incidencën edhe alergjisë të ne, por alergjitë sezonale ja atakojnë parafërsisht 50 milion amerikan brenda një vitit. Por të flasim pak se çfarë janë alergjitë sezonale dhe pse pikërisht në pranverë paraqiten më shumë, por edhe në vjerë. Alergjitë në përgjithësi janë reakcione të tepruara të vetë organizmit tonë, sistemit tonë imunitar, ndaj disa substancave që për shumicën e njerëzve janë substanca të padëmshme. Po janë disa persona që e kanë sistemin imunitar pak më kompleks dhe në momentin kur bjen në kontakt me ato substanca, i konsideron si substanca të huaja, reagon me krimin antitrupave dhe në momentin që bin ndesh ato dyja, fillojnë edhe simptomat, dallojnë simptomat, domethënë varësi nga alergjenin me cilin atakohet personi i ndjeshëm. Alergji sezonale quajmë alergji të cilat paraqiten në sezona specifike. Fillimisht po ndalem të cilët janë alergjent kryesor në vendin tonë. Diku prej mesit të muajit shkurt deri nga fundi i muajit maj,
Në vendin tonë bizotrojnë polenet e drujve të lartë. Kur flas për druj të lartë, e kam fjalën për drujt që rriten të lartë. Për shembull, druri i poleni i drujt lajthis, i arres, i mshteknës, i pishës e kështu me radhë. Diku nga mesi i muajit prill deri nga fundi i muajit qershor fillon poleni i barit, i cili është më i vështirë sepse polenin e ka më të fuqishëm se sa bimë tjera. Nga pjesa e dytë e muajit shtator deri nga fundi i muajit tetor, eventualisht nëntor, janë të pranishme najr poleni i shkurrave, që është një polen i lehtë dhe zakonisht simptomat janë minimale, ndërkaq problemin kryesor shkakton pluri i shtëpisë, ku shkaktarët janë disa mikroorganizma që quhen akariene dhe cilët rriten e shumohen vetëm gjërat leshta. Dhe duke marrë parasysh që me pluhur të shtëpisë jemi të atakuar gjatë 12 muajve, atëherë ai është njëri prej alergjenëve më të fuqishëm nga të gjitha llojet e alergjenëve të tjerë, sepse është i pranishëm 12 muaj, por më shumë është i shprehur në vjeshtë dhe ndimër kur ballafaqohemi me gjërat e leshta, për shembull me qebe, me xhempera, me këto gjërat. Faleminderit doktor. Pacientët shpesh ankohen duke deklaruar se në moshë të rritur përjetojnë alergji edhe pse nuk kanë përjetuar më parë, domethënë fëmijë në adoleshencë. Mund të paraqitet befas edhe në mosha më të mëdha se sa në moshat fëmijërisë? Po. Zakonisht shumica e alergjive, qofshin ato ushqimore apo qofshin ato ajrore, zakonisht fillimin e kanë në moshën fëmijërore. Por ka raste edhe relativisht shumë ku mund paraqiten edhe me kalimin e moshës, domethënë në moshë pak më të shtyr. Ka arsye të ndryshme. Njëra prej arsyeve kryesore është kur sistemi imunitar pjeket me vonesë edhe zakonisht në kalimin e viteve fillon me reagu ndaj këtyre substancave. Pastaj kemi ndotjen e ambientit, grimcat e ndotjes ambientit. Pastaj kemi kur personat e ndrojnë zonën ku banojnë me një klimë të veçantë, kalojnë në një zonë tjetër me një klimë dhe me një polen tjetër. Pastaj janë arsye tjera në infeksionet e ndryshme virale, kryesisht virale të traktit respirator, janë ushqimet e përpunuara e kështu me radhë dhe këto mund të sjellin që simptomat e alergjive të ndryshme të fillojnë paraqiten me kalimin e viteve ose me një moshë më të shtyr. I përmendet ushqimet, doktor, në kohën kur jemi të ballafaquar me një vërshim të ushqimeve të paverifikuar, në shumicën e rastet shumë të procesuar, a mendoni që ka ushqime të caktuara të cilët janë më alergjen se sa tjerat? Po. Siç e ceka edhe më herët, zakonisht alergjitë ushqimore fillojnë moshën fëmijërore. Te fëmijët ushqimet të cilat shkaktojnë alergji më së shpeshti janë për shembull veza, e cila mundet me qenë e bardha, mundet me qenë e kuqe, po mundet me qenë edhe komplet veza, dhe qumshti. Këto janë dy ushqimet që shkaktojnë alergji më së shpeshti në moshën fëmijërore, por për fat të mirë, me kalimin e viteve, diku pas moshës 6 deri në 8 vjeçare, në përqindjen kryesore, në përqindjen më të madhe, kalojnë vetë. Sepse edhe pse pacienti ka kujdes në kontakt me këto alergjen, është e pamundur me u ikë komplet dhe zakonisht gjatë kontaktit minimal dhe të shpesht me këta alergjen arrin trupi mu desensibilizu dhe me kalimin e viteve kalojnë vetë. Ndërkaq alergjit e këtyre ushqimeve që ne i quajmë arrore, ku për shembull bën pjesë kikiriku, bajamet, arret e këto, kikiriku është më i mediatizuar, nëse kisha mujt me cek, dhe këto ushqime bëjnë pjesë në alergjen të fuqishëm e që din me zgjatë gjithë jetës dhe gjithashtu ka një seriozitet jashtëzakonisht të fuqishëm, saqë alergjitë kikirik mund me kalu edhe me një anafilaksi shumë të fuqishme deri te më e keqja që mundet me ardhë me kalimin e kohës. Gjithashtu ushqime si alergjen të fuqishëm janë edhe ushqimet e detit, ku bëjmë pjesë peshqit, po më shpesh këto frutat e detit, si që quajmë ne karkalecet, guacet, gaforët e këto, e cila është edhe një met e tyre, cilat janë ku antigjenet e tyre kryqëzohen bashkë me pluhurin e shtëpisë, kështu që pacientët cilët vuajnë nga alergjia nga pluri i shtëpisë duhet me pas shumë kujdes në konsumimin e tyre për shkak se mund të marrë deri te një kryqëzim i antigjenit të tyre dhe reaksionet janë relativisht të fuqishme. Doktore, përmendet një fakt e kjo është e lidhur me alergjinë ndaj kikerikave, e cila din me qenë
shumë e vështirë në raste edhe të përfundon keq. Po përveç kësaj kemi edhe disa alergji të cilat mund të dëmtojnë shëndetin, shumë bëhet fjalë për alergjinë ndaj medikamenteve. Është i njohur në popull alergjia në penicilin, por nuk është vetëm penicilin, apo na tregoni diçka më shumë. Secili medikament mundet me shkaktu alergji tek pacienti, po më e shpesht alergjia është në penicilina, siç e ceket ju, gjithashtu në cefalosporina që janë pak a shumë të ngjajshme sa i përket familjeve. Është karakteristikë, janë relativisht shpeshta, por është karakteristike që pacientët që paraqiten në klinikën tonë, diku rreth nga 10 pacientë që janë paraqitur në klinikën tonë me referencë për alergji në medikamente, vetëm një prej tyre del pozitiv pas testimit në medikamente. Arsyet janë sepse shumë shpesh pacienti prej frikës apo prej stresit ndodh që kollabon në momentin që përdor. Ma shpesh ndodh te terapia parenterale, domethënë intramuskulare dhe intravenoze, kollabon dhe nga njëherë keq interpretohet edhe nga profesionisti mjekësor, po edhe nga pacientët duke dyshuar se kanë alergji në medikamente, por është e kundërta se ka ndodhur thjesht një kollabim. Prej frikës. Prej frikës normalisht, por gjithashtu ndodh shpesh edhe një skuqje e lëkurës që ne në termin mjekësor e quajmë urtikaria akuta apo një egzantem toksoalergjike, e cila ndodh në momentin kur pacienti përdor një medikament dhe në momentin kur medikamenti bën kontakt me toksinat që i lirojnë bakteriet në organizmin tonë, ndodh një skuqje e lëkurës, komplet lëkurës pacientit dhe pacienti e keq interpreton si alergji në medikamente. Po alergjitë medikamente kanë një reakcion, din me pas një reakcion shumë të fuqishëm alergjik, saqë mund të përfundojë me vdekje në rast se pacienti nuk merr një shërbim mjekësor sa më afër shtëpisë ose sa më afër institucionit se ku e ka përdor terapinë. Doktor, për diagnostikim dhe menaxhimin e këtyre problemeve, ne do të flasim dikur më vonë, por përmenda në fillim të emisionit që alergjit, problemet me alergji janë ndër problemet më të shpeshta shëndetësore në botë. Përmenda edhe një fakt që 50 milionë amerikanë vujnë nga alergji sezonale që i bie në përkthim rreth 30 fishën e banorëve që ka vendi ynë. Sipas disa statistikave, 1 në 5 gjerman vujnë prej një lloji të alergjisë, nuk dihet cili lloj, po prej një lloji të alergjisë, 1 në 5 gjerman, statistikat e fundit. Po, doktor, e një të pajtimi që me kalimin e viteve dhe rastet me alergji janë duke u shtuar dhe sipas mendimit ju pse ndodh kjo? Po siç e ceka edhe pak më parë, arsyet janë të shumta, është e vërtetë që me kalimin e viteve, posaçërisht këto dekadet e fundit, kemi një rritje të madhe të pacientëve të prekur me alergji, shkaktarët janë të shumtë, më i shpesht është stresi, pastaj është ndotja e ambientit, janë ushqimet e përpunuara, ndryshimi i klimës, udhëtimet e shpeshta prej një vendi në një zonë me klimë të veçantë, në një zonë me një klimë tjetër, dhe gjithë këta komponent përbëjnë një arsye pse alergjitë janë rritje e viteve të fundit. Doktor, do të flasim edhe për simptoma, po njëherë për më intereson një sqarim. Infeksionet virale të traktit sipërm respirator, po ashtu ndër simptomat kryesore kanë sy të përlotur, teshtime me raste dhe vështirësi në frymëmarrje, të ngjashme me disa reakcione alergjike, sidomos ato të alergjive sezonale. Na tregoni si mund t'i dallojmë dhe kur duhet paraqitur te mjeku nëse këto nuk kalojnë. Është vërtet që edhe virozat, po edhe alergjit kanë një simptomatologji të ngjashme, duke filluar me një skuqje të syve, me lotim të syve, me rrjedhje të hundës, me teshtima të shpeshta. Dallimi kryesor në mes infeksioneve virale të traktit respirator dhe alergjive është temperatura. Temperaturë, do me thënë, të virozat mund të kemi, ndërsa tek alergjit temperaturë nuk shfaqen. Gjithashtu është një lodhja apo molisja e tepruar e trupit, që ndodh edhe tek alergjit, por tek infeksionet virale është shumë më e shpeshtë dhe shumë më e fuqishme. Gjithashtu mund të kemi edhe ndryshime në pasqyrën e gjakut, ku për shembull te infeksionet virale mund të kemi ndryshime në hemogram, në CRP, e që nuk ndodh tek alergjit. Doktor, i përmendet disa nga ato shenjat kardinale apo simptomat kardinale
të alergjive sezonale. Na tregoni a ka edhe diçka tjetër prej simptomeve të cilat duhet të sqarojmë? Simptomat kryesore të alergjive ajrore, po flasim fillimisht prej alergjive ajrore, janë teshtimat e shpeshta, janë kollitjet e shpeshta, janë rrjedhja e hundës ose bllokimi i hundës varësisht nga pacienti, është krurja e syve, lotimi, skuqja e syve, kruarja e veshëve. Pastaj me kalimin e kohës, në rast se nuk shërohen dhe nuk mirëmbahen mirë, din me kalu edhe në astmë bronkiale, pastaj kemi edhe probleme tjera të traktit respirator. Simptomat e alergjive ushqimore zakonisht janë ajtja e buzës, e gjuhës, skuqja komplet e trupit, kruarja të ndryshme, e ngjashme bashkë edhe me reaksionet medikamentoze deri tek ç'është më e keqja apo anafilaksia. Po do të thotë që nuk duhet të nënçmojmë edhe të neglizhojmë parasysh se din të komplikohen, por jo mbase me njerë për ditën e parë ose dytë paraqitet simptome duhet të vrapojmë te mjeku. Kur është ajo kohë ose ai moment që duhet patjetër të kërkohet ndihmë mjekësore? Në rast të alergjive medikamentoze duhet me qenë imediat, domethënë me njerë sapo ka ndodhur reaksioni, sepse ato din me qenë të rrezikshme për vetë jetën e pacientit. Për sa i përket dyshimeve në alergjit ajrore, në rast se pacienti ka simptomat që i ceka pak më herët, cilat fillojnë gjithmonë në sezonën e njëjtë, çdo vit përsëriten, atëherë pacienti duhet me u paraqit tek profesionisti mjekësor, tek alergologu dhe duhet nënshtrohet procedurave diagnostike që sot janë shumë të lehta, janë shumë të sakta, kanë kosto shumë minimale dhe diagnostifikohet saktësisht dhe të merr masat preventive nga alergologu dhe terapinë adekuate që mos më ndodh ose me qenë simptomat e menaxhueshme në të ardhmen. Doktor, e përmendëm në fillim të emisionit se janë problemet shëndetësore të cilat e dëmtojnë cilësinë e jetës jonë. Sa ndikon në gjumë në rritjen ose në paraqitjen e stresit, përgjithësi sa ndikon në cilësinë e jetës jonë. Përveç problemeve ditore që alergjit ajrore kryesisht shkaktojnë një mos koncentrim në shkollë, një rritje të nivelit stresit, pengesën frymërore, gjithashtu ndikojnë edhe në gjumë, sepse simptomat e ngjashme që pacienti ka gjatë ditës mund t'i ketë edhe natën dhe normalisht që ka probleme të shumta edhe te kualiteti i gjumit, e cili pastaj në të ardhmen mund të shkaktojë edhe sëmundje ose probleme tjera, sepse mungesa e gjumit e dim që është një prej faktorëve kryesorë në paraqitjen e shumë sëmundjeve tjera, jo vetëm sëmundjeve alergjike, dhe pastaj kemi edhe dyfishim të stresit, i cili ndikon gjithashtu edhe në përkeqësim edhe më të madh të këtyre simptomave. E përmendet edhe vetë, doktor, se astma është me origjinë më së shpeshti e cila shkaktohet nga alergjenet të ndryshme, po ashtu edhe bronkitet që janë më të shpeshta se astmat, po ashtu edhe bronkitet mund të shkaktohen nga alergjenet. Si duhet vepruar në këto raste se që të mos ta lejojmë që të vjen punë të ndonjë sulm astmatik, por ato raste të cilat paraqitet për herë të parë, sidomos që nuk i dinë ato simptoma. Se përket astmës bronkiale, dy grupet madhore të astmës bronkiale janë astma e jashtme apo ekstrinsike, që është astma alergjike dhe që përfshin përqindjen më të madhe 60 deri në 80% rasteve, dhe është astma e brendshme apo intrinsike që mund të jetë nga faktorë të ndryshëm dhe që është në përqindje më të vogël diku 20 deri në 40% rasteve. Zakonisht fishklima e parë apo wheezingu i parë paraqitet qysh në moshën e re, në moshën fëmijërore, dhe normalisht me rregull duhet ata prindër cilët hasin këto ndryshime, domethënë ftofje të shpeshta, bronkite të shpeshta tek fëmijët e vegjël, duhet që qysh në atë kohë ta konsultojnë përveç pediatrit normalisht, ta konsultojnë edhe alergologun dhe diagnostifikohet me kohë, të merren masat preventive, terapia adekuate që mos marrë deri te një zhvillim më i ashpër i astmës bronkiale në të ardhmen. Jemi orë në fazën e pyetjeve ose të emisionit kur do të flasim për diagnostik. Ju keni kabinetin juaj diagnostik, ne tash do të shkojmë në kabinet ku do të flasim më shumë lidhur me diagnostikimin, por edhe në radhë parë do ta shohim edhe mënyrën se si ju i demonstroni këto testet, të cilat janë më të shpeshta që përdorni ju. Atëherë
ne këtu për ndërprejmë dhe do të kthejmë prapë në emision pasi që ta kryejmë pjesën diagnostikës. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Atëherë, tani jemi në kabinetin e diagnostikimit të sëmundjeve alergjike. Do të flasim për testet alergjike të cilat përdoren më së shpeshti, rëndësinë e tyre, dhe do ta kemi edhe një demonstrim të njërit nga këto testet. Doktor, na tregoni cilat janë testet alergjike të cilat përdoren më së shpeshti dhe të cilat ju i preferoni më shumë? Këtu para nesh, si që shifni dhe ju, kemi dy panele. Ky është paneli i testeve kutane aerore, ndërsa ky tjetër është paneli i testeve kutane apo lëkurore ushqimore, dhe më varësisht nga dyshimi se gjatë anamnezës, dyshimi që e kemi tek çfarë alergjie mund të jetë prekur pacienti, vendosim që ta bëjmë ose testin kutan aeror ose ata ushqimor. Këto testet kutane janë testet shpejta, janë teste jo invazive, janë teste që kryen për një kohë shumë të shkurtër, diku maksimumi 50 minuta, janë teste shumë pak të kushtueshme dhe ka një siguri 100%, sepse shohim me sy reagimin e trupit ton ndaj alergjenëve të caktuar dhe gjithashtu e vrem edhe nivelin e alergjisë që pacienti mund ta ketë ndaj alergjenit të caktuar. Përveç testeve kutane, patjetër që në kabinetin tonë bëjmë edhe testet alergjike me gjak, apo ashtu quajtura IgE specifike. Atë më shumë e përdorim tek fëmijët, tek moshat 9-3 vjeç, të cilët nuk qëndrojnë në pozitën e ulur në tavolinë për 50 minuta, dhe gjithashtu e përdorim edhe tek pacientët që kanë një lëkurë të ndihshme, që quhet si dermografi, domethënë që reagon më shumë se sa që duhet reagojë një lëkurë jo e ndihshme. Ajo është analizë që bëhet përmes gjakut, diku rezultati del pas 4-5 ore, është edhe ajo absolutisht e saktë sikurse testet kutane, vetë se e dën kohën, merr kohë pak më gjatë se sa rezultati, domethënë në krahasim me testet kutane. Testet kutane mirën, rezultati mirët mas 50 minuta maksimumi. E kuptoj, doktor. Ne jemi dakordu që t'i demonstrojmë këto testet të unë, edhe ne përvazhdojnë veç arsyeja kryesore që publiku ta shohin se nuk janë testet të vështira, kryen në këtë institucion dhe janë shumë referente në kuptimin që janë shumë të sakta dhe është një ndihmë e madhe për doktorin për menaxhimin e më të jashtëm të problemeve alergjike. Atëherë, doktor. Po. Vendosni durt edhe tjetrën. Fillimisht dezinfektohet lëkura, do të thonë vendin ku dojmë me praktiku testin. Shënohen me numri alergjenëve se ku do t'i vendosim. Testi I parë I cili vendoset është testi kontrolla pozitiva apo histamina, e cila neve na shërben si kontroll test që në rast se pacienti ka përdor terapi kundëralegjike, për shembull antihistaminik, kontrolla nuk vepron, nuk skuqet domethënë pjesë dhe ne e dimë që testi nuk është valid sepse pacienti ka përdor terapi kundëralegjisë dhe përsëritet pas disa dite në momentin kur pacienti qëndron minimum 3 ditë pa terapi. Kjo e dyta është kontrolla negative. Pastaj fillojnë alergjenet me radhë. Unë I kam të renditura, pastaj fillimisht shkurrët, cilat polenin e kanë prej gjysës së muajit shtator deri nga fundi I muajit nëntor. Pastaj kemi 4 llojet kryesore të drujve të lartë, siç I ceka edhe në intervistë, poleni I drurit lejthis, I arrës, I mshteknës edhe I pishës, cilat po I vendosim tani gjitha me radhë. Vendoset vetëm kështu nga një pikë. Pastaj kemi testet e polenit barit,
katër llojet kryesore. Alergjene mund të ketë sado, sepse nuk janë të kufizuar, prandaj aftësat kutane janë shumë mira sepse mund të ketë një numër të madh të alergjeneve të cilat mund të testohet pacientin varësisht nga mjeku se sa ka të pasur panelin e tij. Tash vazhdojmë me akariene. Këto janë pluri i shtëpisë në gjuhën popullore. Është dëpteri edhe dëfarine. Kemi 4 llojet e mykut, aspergillusi i pari, është Clostridium, alternaria, edhe Candida në fund. Gjithashtu, 2 testet e fundit janë testet nga epiteli apo qimet e kavshme, 2 më të shpeshtat që i kemi qenin edhe macën. Pas vendosjes tjetër, marrim këtë gjelbërën e vogël, e cila në nevojitet në prish vetëm pak epitelin e lëkurës që më ardh deri te degranulimi i mastociteve dhe lirimi i mediatorëve të inflamacionit, ku më i shpeshti është histamina, edhe pas 50 minuta pastaj lexohet testi. Fillohet nga alergjenët fillimisht, edhe histamina është e fundit për shkak se në rast se fillojmë prej histaminës, ekziston mundësia që të na kontaminohet testi sepse histamina gjithmonë del pozitive. Ta shpresim 50 minuta dhe pas 15 minutave lexohet rezultati i testit. Faleminderit doktor, duhet me deklaru se me të vërtet test shumë i lehtë për pacientin dhe shumë praktik. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë edhe në laborator, ku do të flasim edhe për testin e imunoglobulinave E dhe testet tjera të cilat mund të zhvillohen në laboratorin e ju. Gjithashtu e kemi edhe spirometrin, e cili është standard i artë apo test standard në diagnostikimin e astmës bronkiale, cilën mundemi me demonstru për shikust edhe pak më vonë. Shumë mirë. MedPlus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Atëherë këtu jemi në laborator, ku do të flasim për testet të cilat i takojnë testeve për alergji, apo testet alergjike që kryen në laboratorin biokimik hematologjik, dhe për këtë qëllim do të flasim sot edhe me një doktor shumë të ri, shumë premtues, e kjo është doktor Edon Gola, i cili është profesor specialist i endokrinologjisë. Doktor, e përmendëm me doktor Denisin rëndësinë edhe testeve të gjakut për alergologji, po unë po ta dëshirë më që jemi këtu, e që mos t'i pengojmë herëve tjera, flasim edhe për shërbime tjera të cilat ju i afroni si në kuadër të laboratorit. Atëherë, fillimisht do më thonë pacienti kur vjen, që ka konsulte me doktor Denisin, i nënshtrohet ato testeve kutane alergjike ose aerore, ose edhe provokimin medikamentos që doktor Denisi e ka si diçka më ekskluzive se pjesa tjetër alergologëve në Kosovë. Pastaj, hulumtimi më të tjeshëm vazhdojnë me igjen specifike, ku e cila bëhet edhe në insekte, edhe në parazit, edhe në gjak, këtu tek laboratori. Nëse ka diçka për më tepër që hulumton, domethënë se ka nevojë doktor Denisi me pa, atëherë na i bojmë edhe pjesën e gjakut, hemogramin, ose pastaj nëse vjen është nga një smundje tjetër, kemi edhe pjesën e laboratorit hormonal. Domthonë këtu fillimisht me kutajen aerore, pastaj tek biokimikja, hematologjika dhe në fund edhe hormonale nëse ka nevojë. Faleminderit doktor. Pyshoni një aparat Siemens, na tregoni diçka pak. Po, patjetër, këtu është një, nëse mund të kamera, një aparat që e mat mesatarin e sheqerit të ngjakt, atë hemoglobinin glukozor me terma mjekësor për 3 muajt e fundit. Kjo nuk ka nevojë me qenë esull, realizohet në secilin moment ditës dhe pacienti e merr rezultatin maksimumi për 6 minuta.
dhe nuk ka nevojë që mu bo me vena, bëhet me gjesht, kapilar dhe për 6 minuta pacienti e merr rezultatin. Janë ndër metodat më sofistikume Patjetër. për këtë test, sa unë jam i njoftuar. Po, duke qenë se veç jemi të licencuar si institucion që merrem me pacientët me diabet, atëherë kemi menduar që mi bëu sa më komod edhe për pacientin, po edhe për neve, sepse në bazë targetit të 3 muajorshit na dim edhe si me ndryshime terapi. Nëse është targeti në rregull, atëherë nuk kemi nevojë të bëjmë ndryshim të madh. Nëse është above target, domethënë mbi atë 7% që ne kemi si targeti diabetit që nuk e ka prek syt, s'ka prek veshkën, s'ka prek zemrën, atëherë s'kemi nevojë me bëjmë një ndërhyrje shumë madhe. Nëse është mbi, duhet patjetër me pa mundësinë për me rishiqu terapinë. E kuptoj. Doktor, nëse kemi përfunduar për këtu, këtu përveç 3 muajorshit të merret edhe gjaku, aty te ajo pjesa tjetër, dhe pastaj nga kjo pjesë me kuptohet me për veta, na kalojmë tek pjesa tjetër, ku është edhe laboratori biokimik, edhe hematologjik, po edhe hormonali. atëherë tani jemi në laboratorin biokimik hematologjik, edhe doktori do të na shpjegoj më shumë për aparaturën, për procedurat, edhe për shërbimet që kryen. Me kënaqësi, këtu fillimisht është aparati biokimik, ku të bëhen gjithë analizat e gjakut përgjithshme, siç është pjesa e yndyrnave, pjesa e mëlçisë, pjesa e gjakut, pjesa e sheqerit, diku me pa një check-up i përgjithshëm. Dhe me pa nëse pacienti domethënë ka diçka nga këto analiza ndaj problem ose ndryshim. Nga kjo kemi edhe pjesën e hematologjikut hemogrami, ku bëhet pasqyra e gjakut. Edhe kjo po merret me gisht, përgjigja diku merret për 5 minuta te hematologjiku, edhe aty mund me pa nëse pacienti ka diçka problem, edhe kuptohet pastaj ajo pjesa jonë që mund me ndërhym me terapi. Doktori, ju merrni shumë me analizat hormoneve. Patjetër, me që edhe jemi vetë si institucion një tillë, aty është në fund po aparati hormonal. Na këtu me tregu drejtën edhe si endokrinolog paka shumë diagnozën veç e kemi laboratorike. Në momentin kur kemi një analizë për shembull tiroidës, që është si hipotirozë subklinike, nuk preferojmë që me ndërhyjmë njëherë me terapi, po e përcjellim, mundim me qit një suplement ose diçka shumë më të thjeshtë si fillim, dhe me kalimin e kohës pas 3 muaj bëhet ai follow-up i parë, dhe me pa nëse është përmirësuar. Nëse jo, shqyrtojmë pastaj mundësinë që me ndërhyj terapinë, po në atë fillimin kur diagnostikohet një pacient me hipotirozë, preferojmë që të paktën çdo 6 javë ose çdo 2 muaj me bo ndjekjen me analiza dhe në momentin që kemi arritur atë rezultatin e nevojshëm, që pastaj ndjekja tjetër bëhet çdo 6 muaj ose edhe pse çdo një herë në vit nëse është arrit rezultati dëshiruar. Përveç analizave të tiroidës, patjetër bëhen edhe analiza të tjera hormonale, ku ne domethënë i realizojmë gjitha me këtë aparat. Kuptohet fillimisht duhet me pa a ka nevojë të pacientit, cilat janë shenjat klinike, shqetësimet e tjera, edhe në fund a diku rezultati merret brenda 1 orëve. Po. Doktor, faleminderit. Më vjen mirë që patëm rastin edhe na lejut që ta kryejmë një vizitë edhe t'ju tregojmë publikut se këtë institucion çfarë shërbime ofrohen, edhe ne tash po vazhdojmë tutje me emision. Faleminderit doktor. Tani akoma jemi në pjesën e diagnostikës, jemi në dhomën ku ofrohen shërbimet, ekzaminimet ultrasonografike. Pyshoni një ultrazoj i cili është si duket mjaft i ri, diçka më shumë për kapacitetet edhe për shërbimet që mund t'i kryeni. Patjetër, ultrazoni është i Siemensit, diku viti prodhimit është i 2025-s. Për momentin më është me 3 sonda, sondën e abdomenit, sondën kardiak edhe sondën lineare. Ne ekskluzivisht punojmë me të 3 sondat, po kryesisht punojmë më shumë me sondën lineare për shkak të pacientëve me tiroide.
Sonda lineare përveç pacientëve me tiroid, domethënë përdoret edhe për pjesë tjera, sidomos për arteriet dhe venat periferike të gjakut dhe gjithashtu ato karotidet. Kryesisht kohët të fundit kemi punuar më shumë me sonde lineare, me që është me 3 sonda, na lejohet me pas një diagnostik më të gjerë të smundjeve dhe nuk kemi problem që kur është një pacient për një smundje tjetër, ose abdomen ose kardiak, kemi ndryshuar sondat dhe kuptohet me qenë edhe profesionisti shëndetësor me pas më të lehtë me arrit deri te rezultati. Shumë mirë. Faleminderit doktor, po vazhdojmë, kemi edhe një aparat për cilin unë mendoj që ja vlen shumë të sepse është me shumë part pjesë në obezitetit ku fatkeqësisht numri çdo ditë po rritet, jo vetëm te ne po edhe në botë dhe brenda 10 viteve priten shifra alarmante dhe patjetër që sa më shpejt që ndërhyjmë kemi me pas një sukses sa më të madh. Atëherë, doktor Hector, kjo është ajo pajisja që biseduam. Më thënë është Seka Body Analyzer. Ky arrin me matë sa përqind yndyrë kemi në organizëm, sa kemi muskuj dhe sa kemi ujë. Përmes saj kuptohet fillimisht pacienti njëherë peshohet dhe matet gjatësia trupore, ku ne e dim saktë se sa janë parametrat e pacientit. Pasi e realizohet kjo metoda diagnostike, ne bëjmë përmes formulave që na jep aparati, e dim fikse se cila dietë i përshtatet pacientit për humbjen e peshës. Zakonisht këtu tek institucioni jonë kemi pas rezultate shumë të mira, edhe pa terapi medikamentoze, vetëm me dieta, dhe prandaj fillimisht kur pacientët vinë për herë të parë, ne gjithmonë shkojmë me ato këshilla që me arrit jo vetëm me medikamente, por edhe me dietë, deri te ato rezultatet e nevojshme që aty nevojiten. Mënyra e jetesës do. Patjetër dhe aty domethënë është fokusi. Ka raste kur nuk mundim arrit atë targetin dhe pastaj shiqojmë mundësinë me ndërhyjmë me terapi medikamentoze, kemi semaglutidin apo mermin tregtar Ozempicun. Këtu te ne kodi e fundit është edhe me Mounjaro, që është terapi më avancuar dhe rezultatet janë akoma më të larta. Po gradualisht kuptohet që preferohet herën e parë me arrit me këtë aparat dhe me dietat dhe këshillat e dietës që ne arrim me bind pacientët për humbjen e peshës. Faleminderit. Ju i keni disa prezantime këtu për pacient? Patjetër, janë disa dieta këtu. Avash domethënë gjithmonë mundohemi me këshillu dhe me tregu pacientit se cila është më e mira për të. Janë diku te 1500 dhe 1700 kalori. Gjithmonë na mundohemi që pacienti mi përshtat dietës cilën ai e ndjek dhe mos me pas ndonjë problem tjetër me konsumimin e dietës. Kohët e fundit ajo optimale është 1500 kalori, ku gjithmonë pacienti e gjen veten edhe nuk ka ndonjë problem. Realizohet shumë kollaj, mjafton veç me qenë bashkëpunues, edhe brenda 2 muaj, 3 muajve veç vren ato rezultatet e para. Doktor, shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve. Med Plus me doktor Hector Binishi për te mjekësisë. Në vazhdim do ta demonstrojmë aparatin e spirometrisë, i cili është një aparat apo është një standard i artë në diagnostikimin e astmës bronkiale. Fillimisht është një test jo invaziv, një test i shpejt, por që jep rezultate shumë të nevojshme si për profesionistin shëndetësor, ashtu edhe për pacientin në diagnostikimin e problemeve të frymëre që mundën me qenë astma bronkiale ose COPD apo sëmundjet kronike obstruktive pulmonare. Fillimisht merren dhënat e pacientit, që të futen në sistem, është emri mbi emri, mosha, gjinia, gjatësia, pesha dhe a konsumon duhan apo jo, sepse janë parametra që në nevojiten për test sakt. Në momentin që kur këto dhëna futen në sistem, pacientit i jepet gypi, në cilin pacientit duhet të marrë frymë me këtë fuqinë që e ka dhe pastaj ta liroj frymën me këtë kapacitetin që e ka. Mbyllet hunda fillimisht, sepse duhet që komplet ajri mu fokusu vetëm nga goja. Pacientit fillimisht i demonstrohet se si duhet përdorur pajisja. Pacienti fillimisht merr frymë 2-3 herë normal dhe pastaj në momentin kur të japon një shejti, merr frymë me krejt kapacitetin që e ke dhe liron me krejt fuqinë që e ke. Hajde.
ndose mirë, mbyllë gojën anash mirë, që mos me dalë ajri jashtë, hajde, merë frymë një herë normal, edhe një herë, ishtë normal, edhe një herë normal, merë, lësho, tash, mushë shumë, fry me këtë fuqinë, bravo, qashtë, shumë mirë. Në rast se testi ka dalë obstruktiv, apo kemi rënje të kapacitetit të frymarrjes, atëherë pacientit i administrohet beta-2 agonist me veprim të shpejtë apo në gjuhën popullore bronkodilatatori, cili zgjeron rrugët e frymarrjes dhe pastaj përsëritet testi spirometrisë prap pas 10 ose 15 minuta që me e pa diferencën para dhe pas përdorimit të bronkodilatorit apo zgjeruesit të bronkeve. Dhe me këta ne diagnostikojmë sakt astëm bronkiale dhe të gjitha problemet tjera të mushkëllive. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Atëherë do të vazhdojmë me menaxhimin e këtyre problemeve, pra alergjive sezonale, për mënyrën e mikimit, për ndalimit, cilat janë ato mënyrat më efikase. Flasim me doktorin Spori për barrat, cilat më shpesh të përdoren, cilat janë ndallimet kryesore mes tyre, dhe do të flasim po ashtu edhe për imunoterapinë. Medikamentet, duke marrë parasysh që jemi në sezonën e pranverës, atëherë po ndalem kryesisht tek trajtimi i alergjive sezonale apo alergjive ajrore. Fillimisht pacientit duhet t'i tregohen masat preventive cilat duhet t'i ndërmarrë ai, që simptomat jenë minimale apo të mundohemi t'i ikim komplet simptomave. E para është që shtëpia, domethënë dyert dhe dritarët e shtëpisë nuk duhet hapen prej orës 8-9 në mëngjes deri në orët e vona të darkës, për shkak të mundësisë së futjes së polenit brenda në dhomë dhe kontaktit me pacientin. Ajrosja e shtëpisë mund të bëhet vetëm herët në mëngjes pa lindur dielli dhe dikur në darkë vonë pasi që ka perënduar dielli. Masa tjera janë pacienti është mirë që gjatë këtij orari që e ceka, është mirë që mos dalë jashtë nga shtëpia, por duke marrë parasysh që jetën tonë sot jetë një jetë shumë aktive që e kemi, është e pamundur që pacientit mos lëviz komplet gjatë këtij orari jashtë shtëpisë, atëherë pacientit i shpjegohet që në momentin që kthehet nga punët e tij të përditshme që i ka kryer jashtë, momenti që kthehet në shtëpi duhet patjetër të bëjë një dush, sepse duhet shpërlahet poleni nga flokët, nga qerpikët, nga vetullat, nga trupi komplet, duhet zhvishen rrobat, vishen i pa rroba tjerë dhe pastaj mund të kalojë në dhomën tjetër ku mund të qëndrojë. Në të njëjtën kohë duhet treguar familjarëve që rrobat nuk duhet teren jashtë në ambientet jashtë për shkak të mundësisë së kontaminimit apo kontaktit me polen. Ndërkaq sa i përket terapisë medikamentoze, linja e parë e trajtimit është sprejat nazal, sprejat me kortikosteroid intranazal, pastaj përdoren terapia me antihistaminik oral dhe terapi tjera shtesë është terapia me antileukotrien, me montelukaz kryesisht. Në rast se këto nuk kryen efekt, atëherë vazhdojmë, domethënë kemi me patjetër që duhet shtuar edhe kortikosteroidet sistemik, por duke marrë parasysh efektet tyre anësore, mundohemi që dozat me qenë minimale dhe përdorimi të jetë vetëm afat shkurt, vetëm në ato kur nuk kemi zgjidhje tjetër. Disa prej antihistaminikëve na tregoni cilat e kishit preferuar më shumë. Po, sot kemi antihistaminik gjeneratës të parë dhe gjeneratës dytë, po ne sot i preferojmë antihistaminik të gjeneratës dytë për shkak të efektit sedativ apo të përgjumjes më të lehtë se sa e gjenerata e parë dhe gjithashtu dozimi më i ulët, sepse gjenerata e parë janë 10 mg, dozimi i loratadinës për shembull është 10 mg, ndërsa gjeneratat antihistaminik të gjeneratës së dytë kanë arritur që me u përsos që me përgjysmu dozën, domethënë të jenë 5 mg, por ta kanë efektin e njëjtë sikurse gjenerata e parë, por thjesht efektet anësore përgjumjes janë shumë më të lehta, mos të them që janë zhdukura komplet. E përmend edhe imunoterapinë, doktor, kur bëhet për çfarë lloj alergjive, sa zgjat dhe sa është efikase? Po ashtu edhe a ka ndonjë efekt serioz anësor?
Ne sot tek ne ekziston imunoterapia alergjen specifike apo ta ceku në gjuhën popullore vaksinat, cilat i përdorim tek gjitha llojet e poleneve, gjithashtu edhe tek pluri i shtëpisë, po gjithashtu ekziston edhe vaksina e bletës. Imunoterapia alergjen specifike e di që kohët e fundit është dalë një informim i gabueshëm i pacientëve që për efektet anësore të vaksinave, duke e specifiku kryesisht autizmin, i cili absolutisht nuk qëndron dhe nuk ka asnjë studim klinik i cili e vërteton një gjë të tillë. Është dezinformuar e moda. Absolutisht, por unë sot jam i thirrur të flas vetëm për vaksinat kundër alergjisë. Tek vaksinat kundër alergjisë në flakon ekziston vetëm ai polen në cilin pacienti sa të hap derën e inhalon brenda. Domethënë nuk janë të përpunuar genetikisht. Janë vetëm poleni në cilin pacienti është alergjik, por janë dozat minimale që me mësu sistemin imunitar të pacientit për me u desensibilizu nga ai lloj i polen. Me njoftat lloj poleni ose plurin e shtëpisë, ose edhe bletën që e ceka më lart. Imunoterapia alergjen specifike zakonisht përdoret kur kanë kaluar gjitha hallkat e trajtimit pacientit, fillimisht preventiva, pastaj është përdorur trajtimi i pacientit dhe në momentin kur e kemi vrejt që pacienti edhe me trajtim nuk arrijen simptomat, domethënë shuarja e simptomave apo zvogëlimi i simptomave që ne aty dojmë me ardhë, atëherë fillohet me imunoterapin alergjen specifike, e cila zgjat minimum 3 vite dhe maksimum 5 vite, dhe llogaritet që pas 3 viteve, eventualisht 5 vite, pacienti me pas minimum 85% simptomave më t'ulura deri në 100%. Sa shpesh duhet mirën këto vaksina? Fillimisht muajin e parë pacienti e merr një herë në javë, sepse fillohet prej dozave minimale, prej 0,1 ml, duke vazhdu deri te dozat 0,5 ml, që është dozë mbajtëse pastaj. Muajin e parë domethënë një herë në javë, pastaj vjen një herë në muaj deri te vaksinat kundër poleneve fillojnë mu marrë dikur rreth mesit muajit nëntor dhe përfundon marrja e tyre në moment pak para fillimit polenit, sepse pak para fillimit polenit duhet ndërpritet dhe pastaj vazhdohet prap vitin e ardhshëm në të njëjtën sezon 3 deri në 5 vite. Ndërkaq që i përket vaksinave të plurit, ato merren gjatë gjithë vitit, muajin e parë normalisht një herë në javë, pastaj një herë në muaj 3 deri në 5 vjet. Shumë faleminderit për fund të pjesës zyrtare, në tregoni a keni ndonjë mesazh lidhur me këtë temë për publikun tonë? Mesazhi im për personat që dyshojnë që vuajnë nga alergjit, nuk duhet të vazhdojmë të jetojmë gjithmonë vetëm me dyshime. Sot ekzistojnë metodat standarde, metodat diagnostike, shumë të sakta, jo invazive, dhe cilat na japin një rezultat shumë të sakt dhe për një kohë shumë të shkurtër me një kosto shumë të ulët, dhe pacienti diagnostikohet sakt me cilin nga cilin nga alergjenet është alergjik, merr masat preventive nga profesionisti shëndetësor, merr terapin dhe në këtë formë pacientit i rritet kualiteti i jetës. Andaj diagnostikimi duhet bëhet sa më parë që pacientit dyshon që vuan nga ndonjë lloj alergjive, dhe me këtë i arrim edhe kualitetin e jetës. Doktor, shumë faleminderit, po për krejt në fund duhet të na tregoni edhe kur punoni në Gjakov, me qenë se ju thoni jetonin për. Unë në Gjakov punoj në klinikën e Ndiab, punoj çdo të martë, çdo të mërkurë dhe çdo të enjtë prej orës 8 mëngjes deri në orën 1 të pasdites. Doktor, faleminderit për fund, një pyetje personale që rezervojmë për mysafirët tonë. Ju jeni mjaft të ri në moshë, krahasim me ekspertizën që keni, dhe për këtë ju përgëzoj për punën që jeni duke bërë këtu dhe në PEI, po deshta ta bëj një kthim masën në kohë e që ka lidhe me futboll. Në vitin 2005, 2006 dhe 2006 dhe 2007 Besa APS, klubi futbollistik, ka qenë kampione e Kosovës dhe prej asaj koha, unë sa di ka fillu ditë të vështira dhe sot asë nuk e di në cilën ligë është, por nuk është më asë në Super League. Trener i Besës PS ka qenë një futbollist i shkëlqym, edhe trener i shkëlqym për Gjakovës, zoti Genc Hoxha.
ka punu në kushte shumë të vështira, por i ka pas edhe futbollistët mirë, edhe vetë ka qenë shumë i mirë dhe ka pas shumë sukses. Arsyeja pse e ka ndërprej si mas deklaratave të tij është sepse kryesia e hershme ka vendosur që t'ju zvogloj pagat futbollistëve edhe për këtë arsye ai është rrek. Tani ju keni ardhur për PS në Gjakov, në një ambient shumë të mirë që thash minimalisht nivelet larta evropiane. Këtu ku punoni, e keni një trajnues që udhëheq këtë institucion shumë të mirë, po dhe ju si duket si pjesë e ekipit jeni shumë të mirë. Si jeni veten në mikpritin gjakovor? Unë, si që thash në fillim, unë kam një muaj që kam fillu punë në Gjakov në klinikën e Ndjab. Doktor Leonin unë e kam njoft edhe më herët sepse qysh prej vitit 2012 derisa isha edhe student i Fakultetit Mjekësisë, në të njëjtën kohë kam punu edhe me kompani farmaceutike dhe në këtë formë kam pas mundësinë me njoft personalisht doktor Leonin, i cili më kalon përshtypje qysh atëherë si një profesionist i standardeve më të larta evropiane. Dhe kjo më ka, gjithashtu me dëbirin e doktor Luanit me doktor Edonin, ne kemi kry specializimin edhe bashkë në QKUK. Kështu jemi njoft edhe pastaj kur e kom kuptu se i biri kuj është dhe kjo më ka shty edhe ma shumë që me qenë pjesë e kësaj klinike. Edhe është kënaqësi edhe për ne që t'ju kemi këtu. Atëherë edhe herë faleminderit. Shpresoj që do të takohemi edhe herëve tjera, atëherë kur ju dhe ne kemi nevojë t'ju përcjellim informatat më të mira të mundshme publikut ju. Faleminderit shumë edhe nga ju, jeni të mirë se ardhën gjithmonë. Faleminderit. Pra, miqtë e mi, sonte folëm për alergji sezonale, një problem që për shumë kënd duket i thjesht, po din të komplikohet. Të kemi kujdes në këtë aspekt, dhe në ndërkohë dhe si gjithmonë të ruajmë mendjen dhe trupin tonë. Aq kishim për sonte, bashkë. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.